Deputeti demokrat i qarkut të Elbasanit, Dashnor Sula, rrezikon të mos kandidojë në zgjedhjet e 11 majit për deputet. Pasi mbeti jashtë listave të PD-s, Sula u përfshi në listat e depozituara në KQZ në emër të koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, e drejtuar nga Endrit Shabani dhe Adriatik Lapaj. Para se të përfshihej në listën e qarkut Elbasan të këtij koalicioni, Sula kishte patur negociata edhe me koalicionin tjetër të drejtuar nga Dash Shehi dhe Enkelej Dalibejaj. Ndërkohë sot Sali Berisha i drejtoi një thirrje Dashnor Sulës që të rishikonte qëndrimin e tij për të garuar me ata që Kreu Demokrati cilëson si opozita e opozitës. Thirrja e Berishës dukej se ishte një ftesë që i bëi Sulës për të rikthyer në listën e hapur të PD-s. Endri Shabani tha se arsyeja që emri Dashnor Sulës ka qarkulluar në lista ka qenë për shkak të një diskutimi paraprak që është zhvilluar pasi Sula u tërhoqi nga lista e PD-s. Ai shtoi se pavarësisht të mosarritjes së një dakordësie, ruan një respekt të veçantë për disa deputet të PD-s, përfshirë edhe Dash Sulën, si dhe kreun e LZHK-s zotin Dashamir Shehi. Ne duam të konsolidojmë drejtësinë. Çdo njeri që mbështet spakun është i mirëpritur. Çdo njeri që mbështet garën në shoqërinë shqiptare është i mirëpritur të bashkohet. Çdo njeri që nuk ka qenë pjesë e çetës që ka vjedhur Shqipërinë është i mirëpritur të bashkohet. Dashnor Sula nuk do të jetë pjesë e listave tona. Emrin nuk e ka pasur një diskutim paraprak dhe për këtë arsye ka figuruar emri i tij në lista. Personalisht kam vlerësuar punën e zotit Dash Sula, që është një nga të vetmit që ka folur për fermerët, që ka folur pro spak. Kur ka treguar gatishmëri për të bashkëpunuar, e ka pasur derën e hapur, tha Endrit Shabani.